Ëndra Nën Terezës, njerëzorja hynore titulloi monodrama Justina Aliaj e vendosur në skenetatin me gjenin e Shkodër për aktorin e njohur Aliaj. Nën Tereza lutej për Zotin e të sëmurët, ndërsa me njerëzit kishte marrëdhënie njerëzore si të gjithë ne. Ishte jashtë masit e vështirë, nuk është kolloj me bërë një emblem të tillë, një figurë emblematike, por u mundova me kap thelbin atë esencën e personazhit, që është sa hynor, aq njerëzor, aq toksor. Nuk është ajo që rinë të ditën të ju lutë, jo. Ajo lutët për Zotin e për smurët, po me njerëzit ka marrëdhënie njerëzore si gjithë ne. Ashtu si të shka të përpjeta të pjeta, me intriga, me shpifi, me bukuri, me mirësi, me takime që ka produktivitet. Duhet parë në këtë kompleks Nën Tereza dhe duhet me pas sidomos për mu, ishte pikë nevralgjike që ajo e kishte të vërtet thirrjen e brendshme. Ishte një devocion, ishte një mision i saj që si duket e linun kështu, se nuk ka mundësi me ato kam ton shtrema, ai pati ju kam, shtrema, vedin e kalon krejt në fund, qa thot ajo? Po ka dhe ma kesion. Është mision shumë i vështirë, unë do të thosha unik, e unë do të thosha që se dia mund tjetë një e dytë si Nën Tereza. Aliaj ka pasur fatin takoj Nën Terezën, teksa tregon një kujtim që ka me të. Po, kam pas fatin me taku, edhe më vjen keq që i kam bërë të tjerëve fotografi me Nën Terezën, e ajo më kishte mu si negociuse, do më thanë në sekund që doshin me bë fotografi, them Nën Tereza kanë dëshirë me bë fotografi me ju. Edhe unë të bë fotografi aty në edhe, ato e kanë atë kujtim, mos më ka me jetë. Edhe kam pas një rast shumë simpatik, që Nën Tereza në mu ke farmacia ofër sahatit djalin tem. Në tonë ata fëmijë, tu je zbashk, ka bë me dorë hajde. Djali ishte fluk kaçurel të polak, edhe i ka thonë djali e mu, po i thot hajde, është afru ka kënë makina Nën Terezë, e i ka falë një madaj djalit. E kam kujtim të. Kjo monodram ishte një rrëfim i thellë shpirtëror mbi jetën, sakrificën dhe dashurinë universale të Nën Terezës, simboli i njerëzimit dhe mëshirës.